për hajrë na koft, po jetojmë Kosovë. Ti edhe bashkëshortja jote, atëherë partnerja, apo e dashura. Që shu po që një Amerikane e bone Kosovare? Kjo më boni mu ma shumë shqiptar drejten me thonë. Në din se e dashura, kur kena ardhë herën e parë në Kosovë, se ke une një farë, mas pari, këtë kulturën tonë nuk e vlerësojsha. E din se diqysh, kur rritësh këtu, valet, e din është balma, ushimet, e din kjo kështu muzika, kultura, spontaniteti, kitë këtu si konvrejtë se jëmë rritë me tu. Po kur erdhë kjo, se ke, qërë ti pinje, se ke ketë kojshit, sa mirë, edhin po vinë kojshit me pi kafe. Desha, wow, e vërtet, në Amerika se desha kone kom kojshia, s'kur gjë. Edhin, se ke qërë mërë qësh po vjen motra jote me nejt, as po thirë në telefon, vish erdhë, edhin. Desha, po dena qështu kultura, edhin, se ke, wow, sa mirë. Edhe se ke, hebe, qëtu, që kjo sensi komunitetit edhe bashkësis, shumë interesant, unë kësha pas që qëtu na me bo një familje, qëtu më rritë e jo në Amerikë. Edhe më thash, se prita që kjo ka me qenë shtytja që na me u bajt në Kosovë, që aty është foto kur kem me një kafe ditë e natë ta shëmbyll, edhe kem të nejtë, tha ku e sa mirë, tha po këthejmë bre qëtu, a pianisim jetës qëtu, edhe vishe kom qyrë, thash, a pe bojmë, tha po, thash, që dorën, një shokit, thash, a na bon një foto, thash, ta bojmë oficiale, edhe që ajo foto kur na vendosëm në ardhë Kosovë. Historie bukur, po tash ku je ma shumë këtu, apo? Këtu jena 60-70% kohës jena këtu. Po, prenti ka në Amerikë, punën e kom në Amerikë. A u bë pishman ala? Pishman jo, veç dimrit, bëhet pak pishman se po pim cigare mrena, resëll. S'ka faj. Kjo është diçka që s'po bën kur pishen nanat me kolica të dal jashtë në rrugë me kalu, edhe ajo pidhem zemër, po thot unë kur bona nanë qysh me pru ta shmin tem me kolicë me dal në rrugë kur keret muj me mshkel. Që janë dosene bazike që s'jen atu i bo këtu, e duhet me punu pak ma mirë për me mendu për nana, me mendu për familje, e na vy një shtytje, një qelë pak sytë. Oke, që ta mbyllim me një diçka frymëzuse nga ti. Komplet që ka kalum dhe ku erdhëm. Mesazhit. Mesazhi jam, ku. Sidomos për trit, për ata që kanë dilema, që jam synë si ti, me shku në Amerikë, ose diku e mos me u kthy, ose diçka të tillë. Unë e kësha thonë qëre, është okej me lanë Kosovën, po mos ikpi Kosovës. Se kur ikpi Kosovës është një farë ndjenje që jetu i këput rajt e tua. Edhe kur shkon jashtë, ruj rajt, se që ato rajt të dhajnë një farë fuqie që me kontribu edhe atje mi dhanë edhe mësimet këtë që i kena mësu mi nda me botën. Që edhe nëse del jashtë është okej. Po kur më se haro këtë venin tonë, se ka nevoj, ka tepër mundësi për me bo ndryshime, ka njerës shumë që e kanë zemrën e mirë dhe jënë të gashtër me qusene për para, e kena një farinie